Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se Allahu e ka ndaluar dhe urren shumë qile wa qal, thash e thëmet. Dhe thash e thëmet në këtë kohë, sidomos kur jemi në sezonën e ftohtë, kur nata është e gjatë, kanë muhabet, thash e thëmet kanë konak, gjejnë vend ku me shkue natën, edhe njerëzit mirën shumë me fjalë të kota, fjalë të cilat Allahu i ka ndaluar. Thash e thëmet janë fjalë të cilat i bartën prej filani tek filani, e prej alani tek filani e kështu me radhë. Thash e thëmet janë fjalë të cilat i themi ashtu që i kemi dëgjue pa i konfirmue hiç, edhe pa i vërtetue hiç, edhe pa i ditë se janë sigurta nuk janë sigurta. Andaj besimtari musliman duhet ta ketë parasysh se rregull në jetën e besimtarit, rregull i artë është që ta ketë parasysh fjalën që qëtë prej goje çfarë fjale është. Dhe ky rregull është i përmbledhur në një hadith tjetër, në një thënie tjetër të Muhamedit alayhi salatu wassalam, ku ka thënë: "Men kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Ai i cili beson me besim të plot Allahun, edhe ditën e gjykimit, le të flas mirë ose le të hesht. Pra njeriu nga natyra është i prim me fol vend e pa vend, ndërsa besimtari musliman nga natyra duhet të jetë i matur dhe i përmbajtur. Dhe nuk duhet të flas vetëm ato që është e mirë. Dhe nuk duhet me tregu vetëm ato që është e nevojshme me tregue. E as më pak me i tregu ato thashëthëmet, ato muhabetet të cilat nuk kanë bazë, edhe do të llogaritemi, do të dhamë përgjigje llogari për tonë ditën e gjykimit. Pastaj nuk është tradit e burrave, e njerëzve të mirë, e muslimanëve të mirë, që t'i bartin fjalët prej një vend tjetër, vetëm me fol vend e pa vend, vetëm me bo bisedën më interesante, edhe me bo bisedën pak që me shti edhe të tjerët, që ata të futen këtë bisedë, edhe me kalu një kohë, edhe në fund me thonë qka. Nuk mujtu me vendos kurgjë, nuk krytum kurgjë punë, po të pak të në laf kemi bo hajgare, kemi kesh, edhe qka i kanë marrë njerëzit për goje. Andaj pra besimtari musliman do të me qeni kujdes shumë, me zhidhë shoshnin me kënë rrinë. Se elhamdulillah, Allahu në kalon disa përzidhe njetën e kësaj bote. Mirë po disa janë gjëra të determinuara, të caktuara, që nuk kemi hapësirë apo komoditet që ne ti ndryshojmë. Për shembull, Allahu ty s'të ka pyet kanë me pas nanë dhe babë. Nuk të ka pyet, edhe shumë kush nashta kish me ndrua babën apo nanën, sidomos kur e ka zullumçar, apo kur e ka jo besimtar, apo kur e ka në harame, i zhytën, gjënahet mëdha, e kështu me radhë. Andaj çka? Kjo është çështje e preme, kryme Allahu s'të ka pyet. As t'ka pyet ty kanë me pas vëlla apo motër, apo gjysh apo gjyshe. Mirë po Allahu ta kalon kompetenca tua, kanë me bo shok, kanë me bo mik, kanë me bo shoqërues tonin. Andaj që të listën e shokëve miqve, reduktaj emrat, zvogleje numrin e tyne, se ma mirë me pas 2 a 3 të mire të hajrit, që kur të rish me ta knaqesh, edhe kur të rish me ta bën vesh fjalë apo punë të mira, se sa me i pas 2-300 apo 2-3.000, edhe harambasha, edhe njerëz që ta hupin kohën, e sidomos këtë kohën bashkohore tash, edhe me këto rrjetet sociale, edhe me këto grupet në për Viber, apo në WhatsApp, apo rrjetet tjera sociale, edhe i shef njerëzit, sidomos të rritë edhe të rejat, të natën her me një grup familjar, her me një grup shkollës të mesme, her me një grup shkollës fillore, her me një grup xhamatit, her me një grup të akrabave, her me një grup të kojshive, her me një grup të atyne që ju kanë luft nëse u kanë, her me një grup të atyne që ju kanë studime, edhe shkaj nata, shka? Qile ve qal, thashe thëmet kota, edhe aty ma shumë hajgare dhe vica. Sepse njerëzit e vogël nuk mundën diçka shumë me thonë. Andaj nëse s'mundesh me thonë diçka interesante të mirë, mos thuaj diçka të keqe që ki me dhonë llogari, ki me u përgjigj për te. Dhe Allahu e urrejn shumë, thashe thëmen, apo thashe thëmet, edhe i ka ndalu ato. Andaj pra, mos të harrojmë këtë rregullin e artë fetar islam që kemi, kush flet prej besimtarëve, le të flas mirë ose le të hesht.